antarësimin dhe kjo e bën Shqipërinë vendin më pro BE-s në Evropë. Antarësimi në Bashkimin Evropian ka një mbështetje të plotë dhe konsensuale në kuvendin e Shqipërisë. Ka raste që parlamentarët shqiptar mund të mos bien dakord as për orën apo për motin, por për të ardhmen tonë evropiane, të gjitha partitë politike dhe të gjithë deputetët e kuvendit të Shqipërisë kemi qenë, jemi dhe do të jemi në një mendje. Ne kemi të qartë që antarësimi nuk është një dhuratë, as një zgjidhje pragmatiste gjeopolitike apo për shkak të konjunkturave ndërkombëtare. Jemi tërësisht të vetëdijshëm që ky është një proces i bazuar në merita dhe po punojmë për të gjithë kapitujt e kriteret që të garantojmë mirëqenien dhe demokratizimin, sundimin e ligjit, konsolidimin e institucioneve demokratike, pavarësinë e degëve të qeverisjes dhe konsolidimimin e një sistemi drejtësie të pavarur. Brenda një kohe të shkurtër, progresi, siç njihet nga institucionet evropiane, është shumë i madh, madje i vrullshëm dhe me një shpejtësi të pandalshme. Shqipëria fitoi statusin e vendit kandidat në vitin 2014 dhe në vitin 2022 ka filluar mbajtjen e konferencave ndërqeveritar me Bashkimin Evropian për çeljen zyrtare të negociatave. Prej 19 korriku 2022, kur në Bruksel u mbajt konferenca e parë, janë zhvilluar deri tani 5 konferenca ndërqeveritarë, fundit prej të cilave u mbajt dje në Bruksel. Shqipëria synon që brenda vitit 2025 të qelë negociatat për gjithë kapitujt. Rritja ekonomike e qëndrueshme, politika e fqinjësisë së mirë, leadershipi në proceset e bashkëpunimit rajonal, unifikimi 100% i politikës së jashtme dhe të sigurisë me Bashkimin Evropian, partneriteti strategjik me Shtetet Bashkuara të Amerikës, kontributi aktiv dhe i vlerësuar si antare NATO-s, mbrojtja prej influencave jo perëndimore dhe jo demokratike, mund të them pa hezitim se kanë bërë Shqipërinë një vend lider në zhvillimin e integrimet rajonale dhe kontributin për siguri në Ballkanin Perëndimor. Plani i rritjes së BE-s për Ballkanin Perëndimor paraqet një mundësi të jashtëzakonshme për rajonin tonë. Për konvergjencën dhe koherencën, miratimi i parafinancimit për rajonin si pjesë e planit të rritjes do të nxjisë zhvillimin ekonomik, do të ndërtojë infrastrukturën lidhëse kombëtare dhe rajonale dhe do të ndihmojë në zbatimin e reformave të nevojshme për integrimin tonë në tregun e Bashkimit Evropian. Vendimi i Parlamentit Evropian për të hapur në Tiranë zyrën rajonale për Ballkanin Perëndimor është një tjetër shenjë e bashkëpunimit dhe partneritetit tonë të ngushtë. Vendet tona kanë potencial të madh. Shqipëria do të vijojë të nxjisë bashkëpunimin rajonal për të sjellë më pranë popujt dhe vendet tona. Ju falenderoj.